Një gjë të tillë dhe ju e keni pa që ka bërë një deklaratë dhe s'është e para. Besoj se do t'i qëndroj deri në fund. Tani nuk është gjithçka e varur prej AKs, do të jetë kryesisht vëmendja tek dy partitë të tjera, do thotë opozitorët që janë më të mëdha se sa ne, për koalicionet e ardhshme, nëse do të ketë ose jo. Pra vëmendja te LDK dhe PDK thoni. Për momentin, kuptimin që do deklarohen, PDK-ja realisht është deklaruar sot, me Memli Krasniqin duket prap, tha që s'do të ketë kohë. Edhe gjithë zyrtarët realisht PDK se mohojnë kategorik. Po, mohojnë do të thotë kategorik, edhe Aleanca është nga i qëndron kësaj vije, dhe besoj që për momentin s'paku dy partije kemi në një vijë të njëjtë. Po thoni që nuk është në një vit njëjtë LDK-ja edhe Nisma që keni bashkë koalicion? S'paku deri tani nuk e kanë qartësuar, domthonë në mënyrë definitive LDK-ja. Dhe kur ta qartësojnë edhe ata këtë vijë, le ta shohim pastaj se cili do t'i përmbahet deri në fund. Kurse Nisma është në një koalicion me ne dhe besoj që zoti Fatmir Limaj, pavarësisht se ka bërë një deklaratë, le të themi të ngotshme, ai e di se Spari duhet ta qartësoj pozicionin e tij në koalicion me partnerin e saj, do thotë Aleancën, me cilën ka hyrë bashkërisht në parlament, dhe pastaj le ta shohim se cilat do të jenë hapat që do ndërmirën. A ishte veç deklaratë ngotshme Limajt apo edhe u interpretua asisoj, se nga Nisma thanë që u keq interpretuar? Edhe unë besoj që është keq interpretuar, por megjithatë nuk jemi ne ata që duhet ta qartësojmë më shumë interpretimin dhe qartësimin e deklaratës, do ta bëjë vetë zoti Limaj. Zonja Ajzera